Dhe si do të mbroheni ju? E dim se deri më tash nuk keni pranuar as më herët, as tash një avokat. Si do ta organizoni mbrojtjen tuaj në këtë proces? Po, unë do ta vazhdoj mbrojtjen time duke mos u mbrojtur, por vetëm duke përfaqësuar veten time. Me këtë rast, për shkak se ne nuk e pranojmë EULEX-in, i cili se pranon Kosovën, si të pavarur, sigurisht që nuk do të mund ta pranoj as gjithë këtë proces, as panelin i cili ma kanë caktuar me gjykatës ndërkombëtare dhe as avokatin i cili për ndryshe ma kanë caktuar sepse ligji thotë që një i tillë është i detyrueshëm. Do të thonë bëhet fjalë për një proces kryekput politik i cili nga ana ime do ta fitoj një kundërvënie po ashtu politike. Dhe si mund të shkoj ky proces pra duke mos e pranuar ju si të tillë? Nuk e di se si mund të shkoj. Ata kanë fuqi ekzekutive, nuk bëhet fjalë për njerëz të cilët janë këtu për sundimin e ligjit, por për sundimtar të ligjit. Ata mund ta ndryshojnë ligjin, mund të bëjnë dekrete, udhëzime administrative, kush e di se çka tjetër dhe mendoj që nuk mund t'i parashikojmë përderisa gjithçka varet nga imagjinata e tyre e jo nga ligji.